Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua pak të ndaloj tek çifti juaj më i preferuar. Në fakt kam shumë mesazhe, kam shumë komente duke më shkruar Tiron, të lutem, bëj diçka, na thuj diçka, çfarë po ndodh me Gimbon, çfarë po ndodh me Selinën dhe se si është fati i tyre. Kam shumë komente të tilla për këtë dyshe në fakt. Selina dhe Gimbo kanë një raport të jashtëzakonshëm. Nëse futemi në Instagramin e Selinës dhe nëse futemi në Instagramin e Gimbos, do arrim të kuptojmë që kemi hyrë në një fushë të bukur dashurie që prodhon në fakt vetëm lule dhe na jep vetëm emocione. Do me thënë Selina dhe Gimbo na falin vetëm emocione të bukura dhe na falin vetëm dashuri. Unë e jetoj këtë dashuri sepse është dashuria më e sinqertë. Çifti nuk është se ka vendosur që të bëj një hap më të madh në këtë drejtim, do me thënë ta celebroj këtë dashuri. Dashuria është komunikuar në të dy familjet, me patjetër që familjet janë takuar, me patjetër që familjet kanë ndarë momente të bukura me njëri tjetrin. Selina ka hyrje tek familja e Gimbos, Gimbo ka hyrje tek familja e Selinës, do me thënë marrëdhënia e tyre është familiarizuar, por nuk kanë arritur akoma deri në dasëm. Çifti nuk bën dasëm këtë verë. Këtë verë duan vetëm ta shijojnë momentin, ndajnë shumë kohë bashk, ato të dy bashkë jetojnë. Do me thënë janë pothuajse 24/7 bashk. Mendoj që të qëndruarit bashk e ka lidhur edhe më shumë kimin dhe afrimitetin e Gimbos edhe Selinës. Do me thënë kanë gjetur më shumë emocion pranë njëri tjetrit dhe dhurojnë dashurinë e këtill, dhurojnë emocionin e këtill. Unë ju uroj të gjitha të mirat, ju uroj të gjitha sukseset, ju uroj të gjithë dashurinë dhe shpresoj që Zoti t'ju aqoj gjithmonë kështu mbar. Do me thënë, të rejat nga çifti janë që çifti ka një raport shumë të bukur, po planifikojnë për projekte të dy së bashku. Nga informacione që unë kam, do me thënë e di që Selina mund të jetë pjesë e televizionit Top Channel, aty ku në fakt edhe të operon me emisionin e saj, por akoma nuk ka informacione se cili do t'jetë emisionin, ndërsa Gimbo do vazhdon fuqishëm të jetë pjesë e mbrëmjeve më të bukura shqiptare ku do të performoj në rolin e DJ. Dua të marr mendimin tuaj për këtë dyshe.